Speca të kuq turshi do përgatitim sot, edhe si e përgatit unë, për gjysmë ore është gati dhe del fantastike o njerë. Si shikoni, specat i vendosa në furrë që të piqen, kisha vendosur pul brenda në tepsi, ndaj dhe i vura në anë, si që patë, që të piqen, nuk ka problem fare. Pastaj pasi u poqen, do t'i marrëm, i hodha në një çandë plastmasi nga këto që është për në ngrirje, i tunda mire që mundem t'i pastroj nga cipa, se ashtu del më lehtë cipa, si që mund të shikoni. U ahoqja cipën, u dojja një qikë se s'më duroj mua, ta ndoja të haja unë, pa mund të lindje të ftohen. Pastaja i preva në copa të vogla, sa të holla doni, nuk ka rëndësi fare. Edhe duhet të pastroja hudrën, po me që kam thojtë si që mund të shikoni, nuk i pastroja do, dhe i thash burit i pastronte, i bëri se i pëlqen edhe atija këto specat që i bëj kështu turshi. Pastaj i hodha në një pjatë specat, hudrën nga lartë, mund t'i shoqëroni me çfarë të doni tani tjetër. Unë u hodha një çik majdanos, se besoj se speci me majdanos është perfektë, pak krip, si që mund të shikoni, një çik uthull, vaj ulliri, edhe që të hani o njerës, goja lënkë, është një pjatë që del fantastike. Mund të shoqëroni drekën, darkën, çfarë të doni me to. Unë akome edhe mëngjezin e shoqëroj, nuk e kam probleme të tilla, edhe del fantastike. Provojni edhe më toni nëse do t'u pëlqej receta. Ciao!